Çfarë ndodh me trupin tuaj nëse hani një qep në ditë? Qepa është një nga perimet më të lashta në të gjithë historinë e njerëzimit. Përdorimi i saj daton plot 3500 vjet më parë. Për ekspertët, qepa është një ushqim i klasit të parë dhe jo vetëm për përdorimet në kuzhinë. Qepa kundër sëmundjeve kronike, bashkë me shegët dhe çajin e malit që cilësohen si ushqimet më të shëndetshme për njeriu, qepa renditet ndër ushqimet superiore. Qepa ka aftësi parandaluese, por edhe është e dobishme në trajtimin e shumë sëmundjeve kronike, siç janë sëmundjet koronare, diabeti tipit 2 e të tjerë. Qepa është e rëndësishme edhe kundër sëmundjeve të shkaktuara nga ushqimi dhe mikrobet. Ekspertët thonë se përbërësit e qepës janë të jashtëzakonshëm në mbrojtjen e organizmit, sistemit imunitar, funksionin e shëndetshëm të hormoneve të tjera. Qepa për zemrën. Qepa arrin të mbrojë zemrën shumë më mirë se produktet e tjera. Qepa ul kolesterolin, pengon forcimin e enëve të gjakut, i bën ato më elastike dhe mirëmban tensionin e gjakut. Qepa kundër diabetit. Për fat të mirë, qepa ka aftësinë të ulë ndjeshëm nivelin e sheqerit në gjak, duke u bërë një aleat e organizmit në betejën kundër diabetit të tipit 2 dhe mbipeshës. Sigurisht që qepa nuk mjafton që ju të keni peshën më të mirë trupore, por ajo ju vjen në ndihmë nëse konsumoni së paku një në ditë. Fal qepës, zbehet dëmi i yndyrnave dhe sheqernave, ndaj duke ngrënë qep, ju do të mirëmbani nivelin e sheqerit në gjak dhe peshën trupore. Qepa, armiku i qelizave të dëmshme. Ekspertët kanë rekomanduar një zëri se njeriu duhet konsumoj patjetër një qep në ditë. Sipas tyre, qepa e freskët përmban shumë substanca të rëndësishme mbrojtëse për shëndetin. Megjithatë, ata thonë se edhe qepa e gatuar nuk humbet shumë prej aftësive mbrojtëse. Përfshijini qepët në sallata, perime, gatimet me peshk apo mish, ndonse përlotja është e paevitueshme me qepën, konsumi i saj është padyshim një nga dhuratat më të mira për organizmin. Këshilla është që të hani qep, të paktën një në ditë dhe të jetoni më mirë.